qeveri e zhytur në korupcione edhe në nepotizëm, këta e kanë pas pikë të fort kinë se kanë me luftu. Skandalet me energji edhe me rezerva shtetërore, për pasojë jeta e vështirësuar e qytetarëve, ngritja e çmimeve, mos ngritja e pagave, zvoglimi i standardeve. Në rasti e Astrid Deharit nuk u përmend kur pas e kalon pushtet. Kapitine veçantë është aktiviteti i tyre në relacion me faktorë ndërkombëtar. Kosova sot është një vend i izoluar. Kemi sankcione nga Bashkia Evropiane, kemi ndërprerje të dialogut me aleatën tonë kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një degradim të pozicionit të Kosovës komplet. Me kryeministrin shqiptar, pothuajse nuk komunikojnë fare këta njerëz. Kosova nuk ka dështuar si shtet, por Kosova është këtë qeverisur. Dhe sot, çmimin po e paguajnë qytetarët tonë. Me zdërqarjet pa nevojshme, me improvizime të rrezikshme, me paga turta, me furnizim me energji elektrike të paqëndrueshme dhe të shtrejtë, me trinj që po praktisin Kosovën në kërkim të një jete më të mirë, me institucione në krizë dhe marrëdhënie të dëmtuara me aleatët tonë. Pra, qytetarët janë lodhur, familjet janë të shqetësuara, Kosova është e lodhur. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për kryeministër. Sepse ne punojmë për të quar Kosovën përpara. Prizrenas të dashur qytetarë të Kosovës. Me lëni t'ju apaj një zhvendosje. Unë në këtë bim të mërgullushëm erdhen nga Hoga, ku dje për pak orë u shmolla me presidentin Thaçi dhe kryetarin Veseli. Ata me kërkuan me ju përcjell një mesazh të qartë. Na prisni të bashkuar. Do të shihim se shpejti në fitore dhe në liri. Dhe t'i përshëndesim ka prizeni bukur me një të trokitjet mëdha që të gjithë luftarët e lirisë në Hog. Nuk ka nevojë për fjalë të mëdha që bulojnë pa aftësi, por ka nevojë për zgjidhje reale të llogaritura dhe të financuara. Kosova që funksionon nuk ndërtohet me brima në parlament, as me intriga politike, por me një qeverisje që punon. Dhe qeveria ime do të bashkoj, do të integroj dhe punoj për të gjithë. Shtylla e parë e programit tim është ajo e zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies, sepse nuk ka shtet të fortë pa qytetarë që jetojnë me dinjitet. Ne besojmë në një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm që nuk le pas asnjë qytetar. Prandaj po do të rritën paga dhe pensionet. Paga për qëndrësit, për arsimtare, për mjeke, policit, zjarfiksit, ushtore dhe për të gjithë ata që paguhen nga buxheti i shtetit do të rriten në mos prej 50% mbi pagën aktuale. Edhe sistemi tatimor të ta bëjmë më të drejtë.
Te ordurat deri 400 euro me nuk do të tatuhe, do të ketë tatimin 0. Nga 400 deri në 800 euro do të tatuar me vetëm 8%, ndërsa pova 200 euro do të tatuhe maksimumi 10%. Pro, do të ketë ma pak pova për shtetorin dhe ma shumë drejtësi sociale. Po ashtu, do të shfuqizojmë edhe ligjin aktual dhe tatimin pron dhe do të heqim të mëshën për produktet esenciale dhe energji, sepse shteti duhet të lehtësoj jetën e shtetarëve e jo të rëndoja. Një kërkesë tjetër të bizniset që kemi adresuar është edhe të vëshëja në importe. Bizniset nuk do të paguajnë më të vëshën në kufi, por pas shitjes në brendit e teritorit, sepse kështu ekonomia jonë me frim, lishëm dhe kapitali qarkullon ma shumë. Bizniset e vogla me qarkullim deri në 10.000 euro nuk do të tatimojnë fare. Ndërsa ato biznise me qarkullim deri në 30.000 euro do të tatimohen vetëm mbi bazën e fitimit real. Inderuar